Kam marrë një pushkën e gjuetisë prindit edhe personi kur i më dhollë më ka drejtu armën, në atë moment këm shkrep. Ondra jemi nuk kon me shku aty, ondra jemi kon me vazhdu në futbol bëndi, kom pas me hi me luet me u 16 qatë. Ishte vetëm 16 vjeç kur dera e Çelikut të Burgut e ndau nga ëndra e tij për futbollin. Si një nxënës i shkëlqyer dhe me ëndra të mëdha, Albin u hiu nga Xhilani kur nuk e kishte menduar se do e shihte vetën prapa grilave. Po një moment gjak nxehtësie i dha kthes jetës së tij. E diela 19 gushtit të 2018-s nisi normalisht për familjen u hiu nga Xhilani. Por ajo që ndodhi më pas la shenjë në jetën e secilit prej tyre. Ishte dita kur Albini shkrepi pushkën e gjuetisë së babait, sipas tij për të mbrojtur veten dhe të atin nga një person i rrezikshëm, i cili mbeti i vrarë në oborjen e shtëpisë së tyre. Në një rrëfim për Kiks Kosovën gati 7 vjet pas ngjarjes tragjike, Albini thot se ky rast mund të ishte shmangur, në qoftë se policia do e merrte parasysh denoncimin që ai e bëri për kërcënim 2 ditë para ditës kritike. Mirëpo me që institucionet nuk ndërmorën asgjë, personi që e kërcënoi dhe e sulmoi fizikisht 16 vjeçarin mori zemër dhe ja mësyu derës së familjes Nuhiu me një revole dhe me një shufer metalike me vete. Në tentim për të mbrojtur të atin dhe veten nga ky person, Albini në atë kohë vetëm 16 vjeç mori pushkën e gjuetisë së babait dhe nga frika e shkrepi në drejtim të mysafirit të paftuar, duke e lënë të vrarë në oborjen e shtëpisë së tyre. Kom has me një person cili u kon edhe në mosh gati për mbi 10 vite më i mallsone, person me një bagazh shumë të madh me vepra kriminale, cili ka pengu një jetë, më ka kërcënu, madje edhe më ka sulmu fizikisht, rastin e kom lajmëruar në polici, policia nuk merr, ma tradhës intervistën teme ka marrë, pas 2 ditë njëti person më vjen te shtëpia jam dhe sulmon prindin tem. Tenton me sulmu me një shufer metalike, tani e nxjerr një revole. Tani kur kom pasur një 16 vjeçar, e kom marrë një pushkën e gjuetisë prindit edhe personi kur i më dhollë më ka drejtu armën, në atë moment kom shkrep. Nxënësi i shkëlqyeshëm që sapo kishte përfunduar vitin e parë të shkollës së mesme për banka dhe financa dhe me një pasion të madh për futbollin, përfundoi prapa grilave. Për shkak të moshës së mitur dhe rrethanave të rastit, gjykata e dënoi atë me 6 vjet e 6 muaj burgim, por aty qëndroi vetëm 4 vjet e 4 muaj. Ky rast dhe dënimi që mori për të e ndan Albinin nga ëndra e tij jetësore. Po ajo është shumë e vështirë edhe për mua, po edhe për familjen tem, se ondra jemi nuk kon me shku aty, ondra jemi kon me vazhdu në futbol bëndi, kom pas me hi me luet me u 16 qatë. Edhe shumë e rëndë kur i ndërpret kejt, shkam para përgjem i mbëll të aski telefonat, askur gjë, vetëm që ato shqem edhe 2 orë shetitje në dite, kjo shumë e rëndë për një të mitër. Megjithatë, fat në fatkeqësi, për të ishte se nuk e ndali shkollimin. Drejtimin të cilin e nisi sa ishte në liri me dëshirën e tij, Albini vazhdoi edhe gjatë qëndrimit në burg dhe për të arritur qëllimin e tij, pati përkrahje të madhe nga stafi i shërbimit korrektues. Me një anë shtator kom vazhdu me shkollim, me trajnime profesionale, profesional, me çdo aktivitet që u morë si në sport, si në aftësime profesionale, për që edhe më koni gatshëm edhe shumë bashkëpunus. Më shprej dëshirën tem, tani stafi u konë shumë bashkëpunus edhe e kam mirëprit këto, më kam përkrahë, maksimum. Përkushtimi i tij u shpërblye kur emri i tij figuroi i pari në listën e studentëve të pranuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Fakultet ku pas kështë rezultatet mira, vilën testin pranus në Fakultetin Ekonomik, im konë i pari në listë me mas shumë tipik, edhe pse unë asnjë prej landëve profesionale, veç ato të përgjithshme shqip, anglisht dhe matematik, dukat fizike që i kom dje, këto tjerat kom mësu vetë, nuk i kom marrë në shkollë të mesme. Vend provime në fund vitit, im testu për të lënë. E këtë sukses të tij ai ja atriboi të ëmës, e cila thotë se ka qenë motivi kryesor i tij. Ka motivuar familja,
kryesorja, ka thënë nonna ka pas shumë dëshirë, si vogël më ka nejtë goti me vazhdu shkollën edhe është dëshira me mësu, me ndjek shkollimin. Si do qoftë për vitet sa qëndroi në burg, Albini nuk ishte i kënaqur me programet e risocializimit të shërbimit korrektues të Kosovës. Ai pohon se ato ishin të mangëta. Nëse një i mitër ka qenë një fusë caktuar duke shkollu, duke ndjek një trajnim diçka, pse më ju ndërpreja mos më vazhdua mbranda sot tash. Më mendu për kthimin e tij edhe jashtë kur del. Ka pas persona të mitër që nuk kanë ditë as shkrim lexim. Se gjithë jeta e ty nuk kanë në rrugë. E ata mi marrë, mi mësu, mi përgatit, mi kthy për jetë. Se shumë është e lehtë për dikon që ambientohet brenda burgit. Shumë është e lehtë jeta aty, por kur dalësh jashtë, më të vërtetë është shumë vështirë. E mangësitë e sistemit të risocializimit, Albini thotë se vorrehen edhe më shumë kur del në liri. 23 vjeçari i cili gjatë qëndrimit në burg diplomoi për banka dhe financa, ndonse ka 3 vjet që gjendet në liri, ende nuk ka mundur të gjejë punë në drejtimin për të cilin ka kryer studimet. Po i na kam përgatit, po nuk i kam mjaftueshme, se mas pari kur dalësh jashtë e keni të kaluar me kriminale, kudo që shkon me kërku punë nuk ka që të pranon. Nëse nuk njet pranon, nëse një nuk pranon, se është pak e frekshme nështë dhe nuk do ndikosh me bashkëpunu. Kum hub shumë vena, për shkak se kum kallzu njerëz të drejtë, atë kur shem, edhe ka thonë pret, lajmëroj, ajo po që s'është puna për lajmëru. Shërbimi s'provu së mundu, me letu, po jo, mjaftueshëm nuk është. Edhe më shumë reintegrimi në shoqëri një ish të burgosuri ja vështirëson praktika që policia për një kohë të caktuar, edhe pas daljes në liri, nuk i lëshon atij certifikatën që nuk është nën hetime, e as gjykata atë të dënimeve penale, që janë kusht për punësim në shumë kompani. Mos t'i shkon për kroja familjes, edhe rrethit, unë si i mitër ndoshta isha detyruar me marrë një rrugë tjetër se është shumë e vështirë. Shumë është e vështirë me gjetë punë. Unë kur kam shku me kërku punë një bankë, s'po përmend në Kosovë, më është kërku e kalumja kriminale për policisë. Në kalumën në kriminale policia nuk më ka dhënë. Unë kur shkova 5-6 herë insistojsha, u takova me një zyrtar të ynë. Tha jo, tha nuk mundem të dhënë, thashë unë thash ç'a më bë, thash me nejt pa punë. Me hi thash në krem, ç'a po thu thash ti. Jo thash më tha më ta dhënë. Të kalumën kriminale. Por që ata sun kum hin në fushën e deri ta kaloj kohën e kushtit nuk më marr të kalumën kriminale. E kjo politik sipas Albinit mund të ndikojë në kriminalizimin e personave të cilët pasi e kanë kryer dënimin, duan të ndryshojnë veten dhe jetën e tyre. Edhe kjo është mangësi, se një mitër është përgatit, i kërkohet një dokument ku i lëshohet pi policisë, ai me vetë dëshira ata pe orientoj një rrugë gabuar. Sa e kur s'mundet me gjetë punë, unë siguran të ardhura, do të me bëjë diçka. Me që nuk gjeti dot një punë në profesionin e tij, sot Albini punon si elektroinstalues në biznesin e të afërmëve të tij.